Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës të zotit Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokutaj, përshëndetje dhe faleminderit që na mikpritët. Faleminderit juve dhe mirë se erdhët. Zoti Gjokutaj, më 4 mars, pak ditë më parë, 2025, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin sërish një tarifë shtesë prej 10% për mallat e importuara nga Kina. Pas tarifës shtesë po 10% të vendosur një muaj më parë, më 4 shkurt 2025. Po mbi mallat kineze. Ekspert ndërkombëtar të tregtisë botërore shprehen se kjo masë e përsëritur e njëanshme e tarifave të Shtetit Bashkuar të Amerikës shkel rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe prish sigurinë dhe stabilitetin e zinxhirëve industriale të furnizimit global ekonomik botëror. Kanë të drejtë ata? Po besoj nisur nga ajo përse funksionon dhe përse u kriju Organizata Botërore të Tregtisë, kanë të drejtë pasi ka qenë e ndërtuar dhe vazhdon të jetë e tillë për shumicën e vendeve, duke i mësuar lëvizjes së lirë të mallrave dhe padyshim edhe marrjes së vendimeve për sa i përket tarifave të pranueshme nga të dy palët dhe të jenë të arsyeshme, pasi tarifat të qëllim kanë të nxisin ekonomitë kombëtare, por duke bazuar mbi ato përfitimet reciproke. Pra, në këtë rast, kur flasim për vendime të njëanshme, natyrisht që reciprociteti është prishur dhe ndryshimi i kësaj statu quo-je përbën një problem në aspektin e mbajtjes së atyre parimeve të cilat nuk synojnë vetëm lëvizjen e lirë të mallrave dhe funksionimin e një tregtie globale, por edhe uljen e konkurrencës, hapjen e vendeve të punës dhe mbi të gjitha edhe shkëmbimin e të gjitha atyre çfarë lidhen me industritë apo me ekonomitë përkatëse të vendeve. Kina kundërreagoi duke rritur po në 4 mars 2025 nga ana e saj tarifat doganore për disa importe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me 15% për importet e pulave, grurit, mistrit dhe pambukut, si dhe ndërkohë soja, deri, viçi, produktet ujore, frutat, perimet dhe produktet e qumshit si importe do të nënshtrohen një tarife shtesë prej 10%. Sa po e dëmton zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë botërore nisja e një lufte tarifore në rang global? Natyrisht që lufta tarifore që nga vetë kuptimi i saj ndikon mbi ekonomitë kombëtare duke u rritur kostot dhe duke ndikuar pastaj edhe në efekte zinxhir në qarkullimin e mallrave, qarkullimin e fuqisë punëtore dhe të gjithë vlerave përkatëse. Pra, mund të duket si një forcim i ekonomive kombëtare, por në mënyrë të dëmshme dhe të përkohshme. Nga ana tjetër, në aspektin afatgjatë është ajo që ju me të drejtë e thoni që e trondit zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre vendeve dhe natyrisht nëse do të kemi edhe një analizë më gjithëpërfshirëse, vendet partnere me të cilat këto vende japin e marrin, natyrisht që ndikojnë edhe efektivet e zinxhir në gjithë ekonominë botërore duke prishur atë çfarë ka krijuar stabilitet bota, pavarësisht e tronditur nga shumë kriza të shumëllojshme dhe ndërtimi një statusi të ri të tregtisë botërore natyrisht që kërkon kohë, por duke dëmtuar ato ekonomi që janë më të brishta dhe që janë më vulnerabile karshi ndryshimeve. Kina ka deklaruar se është e gatshme të punojë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të adresuar shqetësimet e të dyja palëve përmes dialogut dhe konsultimit mbi bazën e respektit reciprok, barazisë, reciprocitetit dhe përfitimit reciprok. Në gjykimin tuaj, është qëndrimi i dur? Po besoj se e gjitha kjo çfarë ofron Kina në këtë bashkëbisedim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një qëndrim i bazuar te parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe parimet e tregtisë së lirë, por mbi parimin kryesor të reciprocitetit. Dhe natyrisht që është një qëndrim që i mëson pjesës së uljes tavolinë për të diskutuar ato interesa që përkojnë me interesat e arsyeshme për dy palët, pasi në thelb palët humbin, nuk fiton asnjëra dhe nga ana tjetër fillojnë edhe kufizojnë ato avancime që ka pasur aktivitetet ekonomike të vendeve duke u tërhequr në pozicionet e vjetra, gjë që nuk i bën mirë jo vetëm shëndetit të këtyre ekonomive, por sidomos shëndetit të partnerëve të tyre dhe në përgjithësi edhe një zhvillimi të ekonomisë në drejtimin e duhur. Dhe natyrisht pjesa afatgjatë pastaj ne sapo e përmendëm është diçka që dëmtohet më së shumti te këto dy vende, por edhe me gjëra të tyre. Nëse administrata e sotme Trump i rrit tarifat edhe për Evropën, gjykoni se do të preken eksportet e ekonomisë sonë për në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, kjo padyshim që do të ketë ndikime. Dhe në Shqipërinë, pasi rritja e kostave të një vendi partner ndikon mbi konkurrueshmërinë dhe mbi kostot e
eksporteve shqiptare natyrisht që i dëmton ato. Edhe pse mund të ketë në këtë rast vende të tjera përfituese pasi në çdo luftë dikush fiton dhe dikush humbet, dhe natyrisht kjo do të ndikojë në prishjen e atyre zinxhirëve të qarkullimit, natyrisht që riparimi i tyre apo rigjetja e zinxhirëve të rinj të furnizimit dhe të qarkullimit do të krijojë probleme dhe Shqipëria është një nga ato vende që humbet shumë, pasi nuk i ka ato lloj kapacitetesh dhe mundësish për të përshtatur në kohë dhe si duhet, aq më tepër kur ekonomia jonë nuk është konkurruese mjaftueshëm sa duhet në vitet e fundit në raport edhe me atë çfarë ofrojnë fqinjët tanë për të njëjtat produkte dhe njëjtat shërbime. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Gjokutaj, në gjykimin tuaj, ka ende hapësirë që si Kina edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera europiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të arrin të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre tregtare përmes një komunikimi të thelluar dhe konsultimeve konstruktive? Mendoj që ka gjithmonë kohë, padyshim që ka kohë dhe në këtë rast, apo ka dhe hapësira pasi mjafton vullneti i palëve, mjafton të kuptohet që lufta tarifore nëse përshkallëzohet, nuk i shërben as interesave amerikane, edhe pse thuhet që kjo bëhet për të mbrojtur ekonominë kombëtare, për të krijuar vende pune dhe për të gjeneruar një Amerikë edhe më të fuqishme se më përpara vendosjes së këtyre tarifave, natyrisht që nëpërmjet luftës do të fitojnë vende të treta, do të humbasin atë avantazh që kanë marrë ekonomitë e mëdhaja dhe në tërësi do të prishet ai rend që është ndërtuar ekonomik, duke synuar një rend të ri, por pas çdo lufte kjo do të prish shumë balanca, do të ndikojë mbi buxhetet e këtyre vendeve dhe e gjitha kjo është një lëvizje e dur për të gjetur hapësirën tashmë jo vetëm të diplomacisë ekonomike, po në tërësi edhe të gjithë mekanizmave politik që vënë në funksion këto lloj vendimesh dhe këto lloj lobimesh. Zoti Gjokutaj, faleminderit për bisedën sot. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.